Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takohemi në këtë ditë të bekuar të muajit madhërisëm Ramazan. Zatën tani veç se pothuajse po dalim në 10 ditëshin e fundit të muajit madhërisëm Ramazan. Sot jemi me faqen 422. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Të dashurit e mi, këto ishin ajetet nga 31 deri 35 të surës Ahzab që parafërsisht kanë këtë përmbajtje. E kush prej jush i përvishet adhurimit të Allahut dhe respektimit të dërguarit të tij dhe bën punë të mira, asaj do t'i japim shpërblimin e dyfisht dhe për të kemi përgatitur furnizim të këndshëm. O gratë e pejgamberit, ju nuk jeni sikurse gratë tjera. Nëse keni kujdes e ruheni, andaj mos u llastoni në të folur e të lakmoj ai që ka sëmundje në zemrën e tij, por thua një fjalë të matura. Dhe rrini në shtëpi tuaja e mos shfaqni bukurinë tuaj si shfaqej në ignorancën e hershme. Falë namazin, jepni zekatin edhe respektoni Allahun dhe pejgamberin e tij. Allahu ka për qëllim që nga ju, o familje e pejgamberit, familje e shtëpisë së pejgamberit a.s. të largojnë ndytësinë e mëkateve dhe t'ju pastroj juve deri në skaj. E përkujtoni atë nga ajetet e Allahut dhe rregullat e fesë që po lexohet në shtëpi tuaja. Vërtet Allahu është i kujdesshëm dhe i njohur hollësisht për çdo gjë. Nuk ka dyshim se për muslimanët dhe muslimanet
besimtarët e besimtarët, adhuruesit e adhuruesit edhe adhurueset, të sinqertit e të sinqertat, durimtarët e durimtaret, të përvuajturit edhe të përvuajturat, sadakadhënësit e sadakadhënëset, agjeruesit dhe agjerueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit. Shumë përmendësit e Allahut, përmendësit e Allahut të shumët, Allahu ka përgatitur falje mëkatesh për ta dhe shpërblim të madh. Të dashurit e mi, këto ishin domethënjet e përafërta të këtyre ajeteve të Kur'anit. Ndërsa nga ky lexim dhe nga ky, ta themi kështu, nga këto domethënjet këtyre ajeteve të Kur'anit, ua kalojmë fjalën juve. Ju presim përmes telefonave tuaj të na begatoni emisionin ton dhe tuajin. Presim nëse kemi telefonusin e parë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na përshëndet? Vlera nga Bordi Madh. Mirë se erdhe. Sot po të më thonë surën Nasr. Fillo të lutem tani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Të lumë Vlera, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe të na lexosh diçka çfarë ti përzgjedh me do me ne. Ndërkohë presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Kemi telefonues? Alo? Alo? Urdhroni ju lutem. Selamu alaikum. Aleikum selam, mirë se erdhë. Mirë se gjitha. Kush na telefonon? Felekin. Edhe një herë lutem? Felekun. Emrin e ki Felek apo don ta këndosh surën Felek? Ma bon hawal. Ardita. Ardita, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Fillat lutem surën Felek. Felekun. Bismillahirrahmanirrahim. Kule uzubi rabbil felek. Min sheri ma halek. Ve min sheri gasikini dhe vakab. Ve min sheri nafefeti filukad. Ve min sheri hasidini dhe hased. Allah shpërblef, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera. Juve, selam aleikum. Aleikum selam, iftar të këndshëm. Vazhdoj me telefonusin e radhës të dashurit e mi. Alo, kujt I themi? Alo? Mirë se na erdhe. Selam aleikum. Alo? Alo? Aleikum selam. Kush na telefonon? Abdurrahman Dili. Mirë se erdhe. Abdurrahman, çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Elhamdülillah. Fillo të lutem tani më njëherë. Elhamdülillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal ladzîne an'amte Të lumt Abdurrahman, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh me ne. Tani të dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Bardhët nga Vitia. Bardhë nga Vitia, mirë se na erdhe Bardhë. Mirë se u gjeta. Qa ke mendu me lexu sot me ne? Ku mendu me lexu surën Inna Tajna. Fillot lutem. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tajnakel kauthar fasali li rabbika wanhar min shanike hubal badar. Allah të shpërblef, faleminderit shumë Bardhë, të presim edhe ditëve tjera. Tani Po, a bën se edhe motrën e kam. me shumë kënaqësi e presim. Alo, emrin motra? Helena. Surën e Elhamdulillahit. Fillot lutem. Hadi.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Të lumt Helena, sa vjeçare je? 3. Mashallah, Allah e rrit me të mirat e tij. Ju presim me ditëve tjera të na telefononi. Tani vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhe. Unë jam Haruni nga Mitrovica. Haruni, çka ka përzgjedh për sot me lexu me ne? Disa ajete nga surja Bekare. Fillot lutëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أبنا بالله. Ulaike ala hudan. Bravo, faleminderit shumë. Po bën edhe vëlla. Alo? Alo. Emrin të lutëm? Unë jam Unes nga Mitrovica. Qa ke përzgjedh Unes sot me lexu me ne? Ulla djeri rabaha. Fillot lutëm? Pro. Ulla djeri rabaha. فالموريات قدها فالموريات شبها فتسمينكها فصبحنا إن الإنسان إنه على ذلك لشديد إنه لحب الكيد لشديد أفلا يعلم إذا بقيت القبور وفي السماء في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Të lumt, faleminderit shumë. Ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe ju presim ditëve në vazhdim që të na telefononi dhe të na lexoni. Aleikum salam wa rahmatullah. Tani në vazhdim të dashurit e mi presim telefonusin e radhës. Alo? Selamu aleikum. Kemi telefonus? Alo, selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Era Dauti nga Shqipëria. Era, mirë se erdhe. Nëse ju gjeta. Qa ke planifiku me lexu sot me ne? Ajetin e Azerinit edhe një ajet. Fillot lutëm. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبانا فيديو جميل. Po, me shumë knësi. Alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin të lutëm? Daudi nga Shqipëria. Mirë se erdhe. Nëse ju gjeta. Çka ke mendu me lexu sot me ne? Zilzala. Fillot lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره. Allah shpërblet. Faleminderit shumë. Mutra, Urdhra? a bën dhe mutra? Po. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Pjesën e fundit të surës Zilzal këshyr edhe pak, edhe për ndryshe shumë bukur. Faleminderit shumë. Emrin të lutem? Unë quhem të i da dautin nga Shqipnia. Mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Iraja. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء النصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح اسم ربك الأعلى. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان توابا. Some problem is tjetër. Një ditë tjetër të lutem, sepse po zgjatemi dhe t'ju japim mundësinë edhe telefonuesve të tjerë që edhe ata të ndajnë me neve leximin e tyre për ditën e sotshme. Faleminderit shumë, ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe ju presim me padurim edhe ditëve të tjera të jeni me ne. Të dashurit e mi, e bëjmë një shkoputje të vogël me ju, me telefonatat tuaja për t'u kthyer në studio dhe për ta prezantuar mysafirin tan të parë për sot, dhe ajo është një vajzë shumë e talentuar, është Kanita. Kanita, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Çfarë ke përgatit për sot me lexu me ne? Unë kam përgatit me lexu surën El-Qaria. Fillo të lutem. A'udhu billahi minal shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Qaria, mal-Qaria, وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما أدراك وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Të lumë, Kanita, faleminderit shumë. Shumë bukur leximin për gëzoj, për leximin, për interpretimin, për krejt. Qysh e ke mësu këtë sure? Në xhamin mesxhet të mësusja Njumza Rahmoni edhe të mësja Medina Rahmoni. Ku është kjo lagjet të? Të rruga Muharram Fejza. Muharram Fejza, shumë bukur. Faleminderit për mësuesve, Allah shpërbleft. Në cilën klasë? Të pestën. Në klasën e 5, bukur. Apo të vjen vështirë? Jo. Din edhe sure të tjera dhe vazhdon me mësu edhe sure të tjera? Po. Shumë bukur, të përgëzoj, vetëm vazhdon në rrugën që e ke nisë, të lumt. Të dashurit e mi, kthehemi sërish tek ju për të marrë telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush është me ne? Riola Hasulli. Mirë se erdhe, Riola. Mirë se ju gjeta. Nga na telefonon? Nga Bardhi Madh. Nga Bardhi Madh. I Bardhi Madh, okay? Çka ke përgatit për sot? Elhamdulillahin. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt, faleminderit shumë. Allahu të shpërbleft, të presim edhe ditëve tjera që të na telefonosh dhe të ndash me neve ato çfarë ti mëson ndërkohë. Vazhdojmë me telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Nara nga Bukushit. Mirë se erdhe. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu të shpërblef, faleminderit shumë. Të presim me ditëve tjera të na telefonosh.
Selamu alaikum. Vazhdojmë të dashurit e mi me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Do Mirë të se. me marrë gjizjen? Urdhëni, lutëm, jeni drejt për drejt. Alo? Urdhëroni, jeni drejt për drejt. A me fol? Po të lutëm, po dëgjojmë, jeni drejt për drejt. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na paraqitet? Lejla Roshi. Mirë se erdhe. Qa ke mendu me lezu sot me ne? Në surën e natë. Fillot lutëm. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Të lumt, Allah të shpërblet. Faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë të dashurit e mi vazhdojmë duke pritur telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na telefonat? Abdurrahmani. Abdurrahman, mirë se erdhe. Mirë gjitha. Abdurrahmani me kanë është në telefon? Me babin. Në rregull. Qa ke vendosur sot me lexu me ne? Surën Ihlas. Fillot lutëm tani. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. Të lumt, Allah të shpërblet, faleminderit shumë. Të përgëzojmë dhe të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Aleikum salam wa rahmetullah. Ecim kështu të dashurit e mi duke pritur telefonusin e radhës. Alo? Alo? Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na paraqitet? Alo? Mirë se erdhe. Çka kime thonë sot me ne? Hejda, hejda, wa, me te tu dhe shurunga. Hejda, hejda, wa, me te tu dhe shurunga. Faleminderit shumë. Allah të rujtë të shpërbleft edhe kalofshi mirë në iftar me familje. Ndërkohë vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo? Selamu alaikum. Nuk kemi telefonus. E shfrytëzojmë këtë interval kohor për ta prezantuar mysafirin e dytë për sot këtu në studio, që është një vajzë po aq e talentuar sikurse mysafirja e parë dhe janë edhe shoqe. Inara, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Cënën klasë e Inara? Dytën. Në klasën e dytë, mashallah. Qa ke planifiku sot me lexu me ne? Më surën Fil. Surën Fil, urdhrat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول. ما شاء الله, Allah të rujtë, faleminderit shumë. Që ke mësuar këtë sure? E kom mësuar në xhamin të mesgjidit me dy mësuesit. Edhe pastaj ke përsëritur të shtëpia, edhe të xhamia, edhe kësaj ke rujt, mos më harru apo? Po. Bukur, atë ka ardhur vështirë me mësu. Jesha. Është më vështirë me mësu surën e re, a me rujt që ato mos më harru? Me rujt që ata mos më harru. E me çka, çfarë metode e run? Duke Rritur. Bravo, nëse përsërit e run, nëse se përsërit Se harro të lumt, faleminderit shumë. Të dashur të mi, kthehemi sërish te ju. Duke pritur dhe duke përcjellur telefonatat tuaja dhe leximet tuaja, aq të ëmbla, aq të këjshme, por tani nuk e di nëse kemi telefonat. Alo? Selamu alaikum.
Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Kalferina. Mirë se erdhe. Mirë se ju zeta. Çfarë ke përzgjedh me lexu sot bashkë me ne? Salavatet. Urdhrat lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Të lumt, Allahu të shpërblef, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera të na thush edhe ndonjë sure që ti përzgjedh. Ndërkohë, të dashurit e mi, ju vazhdoni mësoni, se është muaji i Kur'anit, mësoni sure të reja dhe bëni gara se cili prej jush po mund ta merr telefonin edhe të na i thot ato të don bashkë me ne mësimet e reja. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush është me ne? Faria nga Mitrovica, i përshëndes juve unë që ndëruar. Edhe atë dy voglushet. Dua ta përmend që ajetul kursien. Edhe njerë të lutëm, sa rita më... Ajetul kursien. Po, fillat lutëm. Eudhu billahi min shejtanir rajim. Allahu hayyul qayyum, litahuduhu sinatun vela nem ma pisë ma vati dhe ma fik arti men dhe lebri jeshvehu indehu inmihi ila bimashadhe si akusiut se ma vati velarda vela jutune hifdhuhu ma vehu veladiut avim. Kërkoj strem të ka Allahu nga shitani ma kuar. Allahu është një, ajo është mbikëqyrës të përhershëm dhe i përjetshëm, atë nuk e merr as kotja as xhumi, gjithçka ka në qiell dhe në tokë është vetëm e tij. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai pos me lejen e tij? Ai di të tashmë që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që ai di të tjerë din vetëm atë sa ai ka dëshiruar. Kursia e tij përfshin qiellin dhe tokën, kurse kujdesi ndaj të dyjave nuk i vjerën. Ai është më i larti, më i madhi. Elhamdulillah. Kështu e kam supermend, kështu e Faleminderit shumë, Allahu të shpërbleft që ashtu mendoj se ke bo mirë. Kur ti mësoni suret arabisht, mësoni edhe kuptimin në mënyrë që me ditë se çka po thoni dhe lutja shijohet më mirë. Faleminderit shumë. Po, të ndërrum për shkak se kjo dihet se për shembull me lexu me vëmendje është një ka shumë domethënie të madhe. Jashtëzakonisht. Allahu të shpërbleft. Faleminderit shumë. Ju përgëzoj. Vetëm vazhdoni kësaj. Në vazhdim të dashurit e mi, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Alo. Mirë se jeta. Mirë se na erdhe. Kush na telefonon? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Ensari. Ensar, mirë se erdhe. Çka ke përzgjedhë Ensar me lexu sot me ne? Jusufin. Çka Jusufin? Surën. Ja, surja Jusuf është e gjatë, po ti na i thuaj 4-5 ajete. إذ قال يوسف لأبيه إني أتيتها على شركه يبه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Allahu të shpërblef, faleminderit Ensar. Të presim ditëve tjera, Allah të rujt pas ka dhënë Zoti, Zot të mirë. Aleikum salam. Vazhdo, mëso edhe sure të tjera, edhe na merr në telefon për të na treguar se çfarë ke mësuar këtë ditë. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam, mirë se erdhe. Kush na telefonon? Aisha Sida, Interionit. Mirë se erdhe. Qa kemi lexu sot me ne? Ku me lexu këto Tabbat Yada. Fillot lutëm me njëherë.
الآخر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كذب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. Të lumë, faleminderit shumë, Allahu të shpërbleft, të presim e ditëve tjera të na telefonosh dhe të na lexosh diçka çfarë ti përzgjedh. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Alo. Selamu alaikum. Nuk e di nëse po na dëgjon telefonusi. Alo, si duket kemi telefonus, por nuk na dëgjon mjaftueshëm. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Yusra. Nga Prizreni. Yusra, mirë se erdhe. Nga Prizreni. Çka ke përzgjedh për sot? A? Çka kemi lexuar sot? Fillo të lutem. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam Yusra nga Prizreni. Mirë se erdhe Yusra, filloni ju lutem. Nuk ju dëgjoni. Atëherë na merr edhe një herë në telefon. Nëse na dëgjon, fillo të lutem. A më me thani sura? Patjetër, fillo. Bismillahirrahmanirrahim. Elhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون عليهم بعيد. Yawmaidhin anin naim. Të lumt Yusra, faleminderit shumë. Tani në fund të kuptuam. Faleminderit, të presim me ditëve tjera të na telefonosh dhe të ndash me ne leximet tua dhe ato që din ti përmendësh. Vazhdojmë të dashurit e mi me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Sumeja nga Bordhi Madh. Sumeja, çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Sot përzgjedha me lexu surën Asad. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. ما أنا عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همة الحطب في جيدها حبل من مسد. Të lumt, faleminderit shumë, të presim e ditëve tjera. Tani të urojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë të dashurit e mi me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Kush na telefonon? Anisa, Anisa, nga na telefonon? nga Mitrovica. Çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën e Nas. Fillo të lutem. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Min el jinnati wan nas. Të lumt Anisa, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi duke pritur telefonatat tuaja të një pas njëshme. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Rona Kurtesi, Nga na telefonon Rona? nga Gjilani. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Fil. Surën Fil. Po. Urdhrat lutem. Filloni tani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah shpërblej, faleminderit shumë. Të presim rona dhe herave të tjera të na telefonosh dhe të qëndrosh me emisionin ton. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Amina, Nga na telefonon Amina? prej Finlandës. Mirë se erdhe Amina. Amina, sa vjeçare je? 8. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Subhaniken. Fillat lutem. Subhaneke Allahume wa bihamdike wa tebareke smuke wa teala jadduke wa la ilahe gajruke. Të lumt, faleminderit shumë, mashallah Amina. Veç vazhdo. Vazhdo dhe mëso dhe sure të tjera, vazhdo qëndro me emisionet tona, vazhdo na telefono dhe ndaj me ne leximet tua. Të përshëndesim dhe të dëshirojmë iftar të këndshëm. Ndërkohë të dashurit e mi vazhdojmë duke pritur dhe përcjellur telefonatat dhe leximet tuaja. Alo, kujt i themi? Ala përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Aorta Feza. Aorta Feza nga Fush Kosova. Kosova. Mirë se erdhe Aorta. Mirë se ju gjeta. Çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Allahume barik Allah. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahume barik Allah. Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barekte ala Ibrahim ve ala Ali Ibrahim. Inneke hamidun mejid. Të lumt Aorta, je shembull i mirë. Shembull që duhet të ndjekin edhe fëmijët tjerë. Në ndërkohë po mëson sure të reja, po mëson dua të reja, dhe po na merr në telefon, edhe po na i thua ato. Këtë shembull duhet ta ndjekin të gjithë fëmijët. Të lumt. Lumt për prind që të kanë. Të dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë të dashurit e mi dhe presim telefonusit e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Furkanin. Furkanin nga? Nga Ushtria. Nga Vushtria dhe për sot ka përzgjedh me lexu Surën Nas. surën Nas. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas, melekin nas, ilahin nas, min sherri vesvesil hannas, alladhi yuveswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Min al-jinnati wan nas. Furkan të lumt, faleminderit shumë. Edhe të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Ndërkohë mëso sure tjera, edhe të reja, edhe telefono dhe ndaj ato lexime të bukura me ne. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Selamu alaikum. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Nila Shajli. Nga na telefonon? Nga Prishtina. A mund t'ja ndalësh zërin televizorit në mënyrë që të vazhdojmë komunikimin pa probleme? Po. Qa e përzgjedh për sot me lexu me ne? E të spidovan. Fillo të lutem tani. Në rregull. Allah la ilaha illa huvel hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Të lumt, faleminderit shumë Nila, Allah të rujtë të shpërbleft. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi, edhe pse jemi ka fundi i emisionit të sotshëm, duke pritur telefonata tuaja dhe duke u kënaqur me leximet tuaja. Alo, kujt i themi?
Alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Urdhroni? Qa? Kush na telefonon? Malike. Maliku, nga na telefonon Maliku? Malik, sa vjeçar je? 7. Të lumt, Allah të rujtë të rritë me të mirat e ti. Qka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Inatën. Fillat lutam. Inata ajna kel kaufer, fesalli rabike u enherin e sheniku e lepter. Fesalli li rabbike dylia. Shumë bukur, të lumt. Faleminderit shumë Malik, të presim edhe ditëve tjera. Ndërkohë ti mëso sure 3 dhe na merr në telefon për të na tregu se çfarë ke mësuar në këtë ditë. Të dëshirojmë iftar të këndshëm dhe vazhdojmë kështu të dashurit e mi me telefonuesit tjerë. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Arbnor nga Kosova. Arbnor, mirë se na erdhe. Sa ka e kom përzgjedh me thënë dovën elhamdulillah. Fillat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdini siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Të lumt Arbnor, faleminderit shumë. Mëso dhe sure tjera dhe na telefono për të na treguar se çfarë ke mësuar. Të presim edhe ditëve tjera. Vazhdojmë me telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Omer nga Mitrovica. Omer, çfarë ke përzgjedh për sot me lexu me ne? Surën Duha. Fillat lutem tani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu të shpërblej, faleminderit shumë Omer. Të presim edhe ditëve tjera. A mondet edhe motra? Me shumë kënaqësi. Alo, motrës? Alo? Alo? Emrin? Nebahata Irisi. Nebahate, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Sot kom përzgjedh me thënë surën Kurejsh. Fillat lutem tani. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Kurejsh. Ilafihim rihlata shita'i was-sayf. Alladhi يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أمنهم من خوف وآمنهم من خوف. Të lumt në bahate, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera të na telefononi dhe të lexoni bashkë me ne. Në ndërkohë të dashurit e mi vazhdojmë me telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Përshëndetje, kush na përshëndet? Elifi. Elifi përfund. Është shkronja e parë e alfabetit Elif, ndërsa është telefonuesja jon e fundit për sot. Elif, çfarë ke përzgjedh me lexu sot me ne? Surën El Maun. Fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. Të lumt Elif, faleminderit shumë, të presim me ditëve tjera. Të dashurit e mi, kjo ishte telefonusja e fundit për sot, ndërsa ne në përmbyllje kthehemi edhe një herë tek mysafirët tanë për ta përmbyllur muhabetin që e nisëm pak më parë. Çfarë porosie do i jepshe vajzave apo shoqeve tua apo familjarëve tua në këtë muaj të madhërisëm Ramazan, duke pas parasysh edhe mësimet e shkollës, edhe mësimet e xhamisë, edhe sjelljet e mira në shtëpi? Që me qenë të dëgjueshëm ndaj prindërve, me i bo detyrat e shkollës, apo edhe me mësu Kur'an, apo? Të lumt, faleminderit shumë. Ndërsa, ti bukuroshe? A du të me dëgju prind, a du të me i bo detyrat, bravo, pastaj, edhe me mësu, se kjo është muaj i madhërisëm Ramazan, edhe me mësu Kur'an, të lumt. Faleminderit shumë. Të dashurit e mi, kjo ishte e tëra për emisionin e sotshëm. Bashkë ne takohemi ditën e nesërme me mysafirët e radhës. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe vepra të pranuara. Ju lëm në amanet Allah të madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.